Assalamu alaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Zakati I pasurisë është një nga shtyllat e Islamit. Është një nga ibadetet më të rëndësishme. Është një adhurim që lidhet me pasurinë. Dhënia e zakatit të pasurisë është jo vetëm një e drejtë e Allahut të lartësuar, por është dhe një e drejtë e kategorive që përfitojnë zakatin, që kryesisht e përfitojnë të varfrit. Me dhënien e zakatit të pasurisë, besimtari tregohet I mëshirshëm, tregohet bamirës, dhe plotson një nga të drejtat e krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Fjala zakat, që është një fjalë e përmendur në Kur'an dhe në hadithin e profetit tonë sallallahu alaihi wasallam, në aspektin gjuhësor do të thotë pastrim, mirësi, bereqet, zhvillim. Dhe ky kuptim që ka fjala zakat lidhet dhe me dobit dhe të mirat e zakatit. Pasi zakati është pastrim për njeriu, është pastrim për fisnikron, e pastron njeriu nga moralet e këqija, domethënë ato që jep zakatin, e zhvillon pasurinë e tij, e shton pasurinë e tij, bëhet sebeb që të ketë bereqet dhe mirësi pasuria, për sebeb që njeriu të shpëtojë nga të ligat dhe nga të këqijat, dhe kjo kuptohet dhe nga argumentet e ndryshme të shariatit. Allahu subhanahu wa ta'ala ka urdhëruar në Kur'an për dhënien e zakatit, ka thënë wa aqimu s-salata wa atu z-zakat, falni namazin dhe jepni zakatin. Kjo e ka përmendur në disa vende në Kur'an. Gjithashtu Allahu lartësuar thotë në Kur'an: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Merr nga pasuritë e tyre një sadaka, domethënë zakatin. Fjala sadaka këtu në këtë hadith, këtu në këtë ajet është përmendur me fjalë në kuptimin zakat. Pra merr nga pasuritë e tyre një sadaka, një pjesë si zakat, me cilën do t'i pastrosh, pra do të jetë shkak për pastrimin e tyre nga gjunahet dhe do t'i zhvillosh. Do të ngrihen nga shkalla e hipokritëve në shkallën e besimtarëve të lartë, të sinqertë, të mirë, të sinqertë. Wa salli alehim, dhe lutë Allahun për ta. Inna salataka sakanun lahum. Vërtet lutja jote është qetësim për ta. Wallahu samiun alim. Allahu I lartësuar është gjithdëgjues dhe I gjithdijshëm. Allahu subhanahu wa ta'ala e dëgjon gjithçka dhe ai e di gjithçka. Atëherë në këtë ajet Allahu I lartësuar ka urdhëruar për dhënien e zakatit, e ka urdhëruar profetin sallallahu alaihi wasallam që të marrë një pjesë pasurie për t'u dhënë kryesisht të varfërve. Në hadithin e Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu, në hadithin e Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, sillet se profeti sallallahu alaihi wasallam kur e ka dërguar Muadhin në Yemen, I ka thënë atij: "Innaka ta'ti qauman ahlu kitab, falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah." I tha profeti Muadhit radhiyallahu anhu kur e dërgoi si thirrës në Yemen: "Ti po shkon tek disa njerëz të cilët janë I tharë libri, ishin jehudi ose krishterë, dhe I tha, e para çështje në të cilën duhet I ftosh do të jetë shahadeti, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, s'ka zot tjetër përveç Allahut, askush dhe asgjë nuk e meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe Muhamedi është I dërguari I Allahut."
Pastaj tha, nëse e pranojnë këtë fjalë, atëherë njoftoni se Allahu i lartësuar u ka bërë detyrë 5 namaze në ditë dhe në natë. U ka bërë detyrë 5 vakte të namazit. Nëse të bindet për këtë, pra nëse bindet të falin 5 namazet, atëherë njoftoni se Allahu i lartësuar u ka bërë detyrë një sadaka, pra zakatin. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, që merret nga pasurit dhe u jepet të varfërve. Profeti ka përmendur vetëm të varfrit këtu në këtë hadith, edhe pse janë 8 kategori që përfitojnë zakatin, sepse kryesisht zakati u jepet të varfërve. Kryesisht zakatin e përfitojnë të varfërit. Pra, ka shumë argumente në shariat të cilat dëshmojnë se zakati është farz, është detyrë. Por kategoritë nga cilat jepet zakati janë të caktuara. Pra, kategoritë të cilat është detyrë të jepet zakati janë të caktuara. Është detyrë që më dhënë pasuri nga çdo lloj pasurie. Janë disa lloje pasurish, siç është ari, argjenti, serba dhe tjetër gjykim si ari dhe argjenti, kanë edhe monedhat, të njëjtën gjykim kanë edhe mallrat tregtare. Janë edhe baktitë e trasha dhe të imta, të vetë lopët dhe baktitë e imta ku hyn delet dhe dhit. Është edhe produkti bujësor, por janë disa produkte bujësore, janë disa lloje produktesh bujësore dhe jo çdo lloj produkti bujësor. Pra, janë disa lloje pasurisë për të cilat jepet zakati dhe nuk është detyrë që të jepet zakati nga çdo lloj pasurie. Gjithashtu, shariati feja jon ka caktuar edhe kuotën e dhënies së zakatit. Nëse pasuria e arrin kuotën e caktuar, atëherë është detyrë që të jepet zakati. Për shembull, kuota e arit është 85 gram. Kush ka 85 gram flori dhe më tepër se kaq, e ka detyrë të jap zakatin. Dërsa ai që ka më pak se kaq, ai nuk ka detyrë të jap zakatin. Po ka dhe kushte të tjera. Për shembull, një nga kushtet për disa nga këto pasuri ose për shumicën e tyre është që të kaloj një vit në gjendje. Gjithsesi, më vonë rregullat e zakatit mund t'i njohim në mësime të cilat sqarohet më gjerë zakati, ose duke u referuar ndonjë libri që flet gjerësisht për çështjet e zakatit. Këtu mjafton që ne tërhoqim vëmendje për këtë çështje madhore, për këtë shtyllë të Islamit, për këtë detyrë të rëndësishme. Dhënia e zakatit ka rëndësi të madhe dhe sjell vlerësi të mëdha. Allahu i lartësuar e ka përmendur dhënien e zakatit si një nga shkaqet me të cilat arrin mëshirën e tij. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an: "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Besimtarët dhe besimtarët e ndihmojnë njëri tjetrin, urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja, e falin namazin, e japin zakatin dhe i bindën Allahun dhe të dërguarit e tij. Ulaika sayarhamuhumullah. Këta do t'i mëshiroj Allahu i lartësuar. Atëherë zakati në këtë ajet përmendet si një nga veprat që sjell mëshirën e Allahut. Kush jep zakatin e pasurisë, fiton mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, nëse të pasurit dëshirojnë që të arrijnë mëshirën e Allahut të lartësuar, atëherë le të japin zakatin e pasurisë.
sepse dhënia e zakatit pasurisë është një nga sebepet për të arritur vëshirën e të gjithë vëshirshmit, vëshirën e Rahmanit subhanahu wa taala. Gjithashtu dhënia e zakatit pasurisë është edhe shkak për pastrim. Kush jep zakatin e pasurisë, pastrohet nga kopracia, lakmia dhe egërësia ndaj të varfërve. Kundërzi do të jetë bujar, do të jetë zemër gjerë, do të jetë shpirt mirë, do të jetë tolerant. Kështu që dhënia e zakatit pasurisë është edhe pastrim për moralin e atij që jep zakatin. Dhënia e zakatit pasurisë e pastron zakatdhënësin. Prandaj Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Merr nga pasuritë e tyre gjë sadaka, pra një pjesë pasurie si zakat, me cilën do t'i pastrosh nga gjunahet. Dhënia e zakatit është shkak për pastrimin nga gjunahet, wa tuzakkihim biha, dhe do t'i pastrosh. Do të pastrohet nga gjunahet, do të pastrohet nga moralet e ulta, do të zhvillohet do pajisën me të mira dhe do të ngrihet nga shkalla e ulët e hipokritëve dhe njerëzve të këqij në gradën e lartë të besimtarëve të mirë, të çiltër dhe të sinqertë. Atëherë dhënia e zakatit është pastrim për besimtarin, është fisnikrim për të. Dhënia e zakatit pasurisë është edhe shkak për ribëkëmbjen e muslimanëve në tokë. Është shkak për ndihmën e Allahut të Lartësuar. Në mënyrë që muslimanët të arrijnë ndihmën e Zotit, që t'i bëkëmbë Allahu i Lartësuar në tokë, që Allahu ta përmirësojë gjendjen e muslimanëve, ata duhet që të kryejnë detyrat e fesë dhe duhet të ruhen nga gjunahet. Dhe një nga detyrat madhore është dhënia e zakatit pasurisë. Allahu i Lartësuar thotë në Kur'an: "Alladhina immakkannahum fil ardi aqamu s-salata wa atau z-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatu l-umur." Allahu i Lartësuar ka premtuar ndihmë për ata njerëz të cilët nëse do t'i mëkëmbë në tokë, nëse do t'u jap pushtet në tokë, ata e falin namazin, e japin zakatin, urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Dhe përfundimi i çështjeve i përket vetëm Allahut të Lartësuar. Një nga cilësitë që duhet të kenë njerëzit, që Allahu i Lartësuar t'i mëkëmbë në tokë, t'u jap pushtet në tokë, pra që do ta kenë muslimanët, është dhënia e zakatit, sikur se përmendet në këtë ajet të Kuranit. Nga ana tjetër, mosdhënia e zakatit pasurisë mund bëhet sebeb që muslimanët të poshtrohen, që muslimanët të dobësohen, që të nëpërkëmben, që vendet e tyre t'i pushtojnë armiqt. Pra, nëse muslimanët nuk e paguajnë, nuk e japin zakatin e pasurisë, rrezikojnë dobësim, dekadencë, dhe që të pushtohen vendet e tyre, e pastaj armiqt u marrin pasurinë, u marrin pronat. Dhe ata që janë të pasur dhe që nuk i japin zakatin e pasurisë, mund të ndëshkohen, mund t'u heqë Allahu i Lartësuar të mirat. Kjo ndodhi me një pjesë të pasurve në vendin tonë para se vinte regjimi komunist. Madje edhe më herët kur hyn ushtritë e armiqve në vendin tonë. Një pjesë të pasurve nuk e jepnin zakatin e pasurisë. U larguan nga feja e Allahut, u bën kopratës, treguan lakmi të keqe, nuk e njihnin të drejtën e pasurisë, nuk respektonin të drejtën e të varfërve, duke u dhënë atyre atë që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Erdhën armiqt, e pushtuan vendin dhe grabitën.
Dhe kjo situatë kulmoi me vendosjen e regjimit komunist në Shqipëri, cili u bëri shumë të këqija dhe një nga të këqijat që shpronësimi i pronarëve, konfiskimi i pronave. Dhe të pasurve ma mori pronat, ma mori pasurit. Lind pyetja pse erdhi kjo sprove madhe, që preku njerëzit të mas. Kjo erdhi për shkak të gjunaheve të njerëzve. Nuk themi që të gjithë njerëzit e merituan këtë sprovë. Ka pas edhe njerëz të mirë. Mirë, po sikur se thuhet në atë shprehje popullore, digjet i njomi për të thatin. Se bie sprova, atëherë prek njerëzit të mas. Dhe një nga gjunahet ka qenë mosdhënia e zakatit pasurisë. Hilet dhe mashtrime që bënë njerëzit. Shumë pasurit ishin vendosur, ishin fituar në mënyrë të pandershme, ishin marrë në mënyrë të pandershme. Shumë prona ishin fituar në mënyrë të pandershme, me kamat, me fajde, grabitje, vjedhje, padrejtësi e tjerë. Një nga problemet ka qenë hilja, mashtrimi. Një nga problemet të mëdha ka qenë dhe mosdhënia e zakatit pasurisë. Dhe kjo pastaj sjell pasoja të rënda, Allahu subhanahu wa ta'ala në ruajt. Kush jep zakatin e pasurisë, bën një sebeb për të hyrë xhenet. Ka treguar Ebu Ayyub el-Ansari radhiyallahu anhu se një burr e ka pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Ya Rasulullah, dulleni ala amalin yudkhiluni al-janna." Tha: "O i dërguari i Allahut, ma tregoj një vepër që më çon në xhenet." I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, wa tuqimu as-salah, wa tu'ti az-zakah, wa tasilu ar-rahim." I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ta adhurosh Allahun gjithë vetëm, pa i vënë shok atij asgjë. Falësh namazin, të japësh zakatin e pasurisë dhe të bash lidhjet me farefisin, të bësh mirë njerëzve të fisit." Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur si një nga veprat që e çojnë njeriu në xhenet dhënien e zakatit pasurisë. Që me dhënien e zakatit njeriu shpreson që të fitojë xhenetin e Allahut, të fitojë vendin e mëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Në një hadith tjetër mësohet se dhënia e zakatit është edhe shkak që njeriu të fitojë nga të këqijat, nga të ligat, nga sherri. Jabir radhiyallahu anhu ka treguar se një burr i ka thënë profetit sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, ara'ayta idha adda ar-rajulu zakata mali, fama lahu?" O i dërguari i Allahut, nëse se njeriu e jep zakatin e pasurisë, çfarë do të arrijë? I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Man adda zakata mali, dhahaba anhu sharru." Kush e jep zakatin e pasurisë, i ikin të këqijat, i ikin të ligat. Pasuria mund të jetë shkak që njeriu të vuajë dënime. E sqarova këtë çështje dhe më përpara. Mund t'i bëj sprova. Dhe pasuria ka nevojë për pastrim. Qofse njeriu jep zakatin e pasurisë, atëherë ai pastrohet nga të ligat dhe të këqijat që mund vit për shkak të pasurisë. Ka njerëz Zoti na ruaj që kanë vënë pasuri. Por pasuria ka qenë shkak që ata të humbin bedjen, apo të prekën punje të rënda. Për shembull, i ka rënë katastrofë pasurisë, e ka humbur pasurinë dhe për shkak se ka humbur pasurinë, ka kaluar gjendje depresive. E ka humbur bedjen. Ose ndoshta për shkak pasurisë e kanë vrarë. Ka të këqija të shumta që mund ndodhin, Allahu na ruaj. Vetëm sa gjëra, sa për shembull. Ka njerëz që kanë pas pasuri të mëdha, por nuk kanë gjetur qetësi dhe kanë përfunduar në vrasje, Allahu na ruaj. Nëse njeriu jep zakatin e pasurisë, Allahu na ruaj, do ta ruaj nga të këqijat dhe sprovat që mund vit për shkak të pasurisë. Është pastrim kjo.
Dhe ruan Allahu në çuar nga të mend dhe nga të këqijat. Allahu ja zhvillon pasurinë, Allahu ja shton pasurinë se sadakaja nuk e pakson pasurinë. Dhe Allahu në çuar e ruan dhe nga të këqijat dhe nga të ligat që mund të vinë për shkak të pasurisë. Siç kuptohet në hadithi fundit që përmenda. Nga ana tjetër, kush nuk e jep zakatën e pasurisë, mund të soi dënime të rënda. Mund ta kapi dënime të rënda. Allahu na ruaj. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an: "Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim." Ata që mbledhin pasuri të arit, argjentit dhe pasuri të tjera, dhe nuk i shpenzojnë në rrugë të Allahut, nuk i japin rrugë të Allahut, domethënë nuk japin zakatin dhe nuk bëjnë shpenzimet që janë detyrë, paralajmëroi ata për dënim të dhëmshëm. Dhe pastaj Allahu na ka treguar se çfarë dënimi i vështirë me adhamin e lim, çfarë dënimi i dhëmshëm, çfarë dënimi i rrot do t'i kapë ata. Ka thënë: "Jo me yuhma aleha fi nari jahannam." Ditën kur kjo pasuri do të bëhet copa, pasuria e arit dhe argjentit, do të bëhet copa metali që do të skuqet, do të nxehet fort të zjarrit të xhenemit. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Dhe me këto copa që janë nxehur fort të zjarrit të xhenemit, do të digjet balli, ana e trupit edhe shpina. Dhe do të thuhet si poshtrim: "Hadha ma kanastum bi anfusikum fadhuqu ma kuntum takrizun." Kjo është pasuria që ju keni mbledhur me veten tuaja. Vuajini dënimin për shkak të pasurisë që ju keni mbledhur dhe nuk keni dhënë zakatin e saj. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një hadith se çdo njeri që Allahu i lartësuar i ka dhënë pasuri e arit dhe argjentit, atë gjykim kanë edhe monedat. Çdo njeri që Allahu i lartësuar i ka dhënë pasuri e arit dhe argjentit dhe nuk e jep zakatin e kësaj pasurie, në ditën e gjykimit do t'i bëhet pllaka, copa, që do të skuqet në zjarrin e xhenemit, edhe do t'i digjet balli, ana e trupit, edhe shpina, dhe do të vazhdoj ta vuajë këtë dënim në ditën që zgjat sa 15.000 vite. Derisa Allahu lartësuar të gjykojë mes robëve të tij. Edhe pastaj do të shoh rrugën ose për xhenet ose për zjarrin e xhenemit. Në hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur dënimin e rënd që do të ketë në ditën e gjykimit ata njerëz që nuk japin zakatën e pasurisë. Nëse të shkojnë në zjarrin e xhenemit, dënimi kanë për ta pasur më të rënd. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Men atahu Allahu malan falam yu'addi zakata مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان شجاعا أقرع له زبيبتان فيطوق يوم القيامة فيأخذ باللهزبتين فيقول أنا كنزك أنا مالك." كتب profeti sallallahu alaihi wasallam: "Cili do njeri që Allahu i lartësuar i jep pasuri dhe nuk e jep zakatën e pasurisë, në ditën e gjykimit, kjo pasuri do të shtrohet në gjarpër i madh që i kanë rënë qimet në kokë, qimet e kokës i kanë rënë për shkak se ka shumë helm, edhe që i ka 2 pika të zeza në kokën e tij. Kjo ka qenë një nga llojet më të tmerrshme të gjarpërive, të kërkave. Dhe ky lloj gjarpër me fjalë do t'i bëhet si rreth, si kular në qafë. Dhe do ta shtrëngoj, do ta kafshoj në skajet e gojës,
si vojgjarë, edhe do t'i thotë, unë jam thesari, unë jam pasuria jote, ajo më pasuria që ti ke mbledhur dhe nuk e do zakatin e saj. Dhe pastaj profeti ju sallallahu alaihi wasallam ka kënduar fjalën e Allahut të lartësuar: "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum." Mos mendojnë ata njerëz që e shtrëngojnë pasurinë që Allahu i lartësuar ka dhënë si mirësi nga ana e tij dhe nuk japin zakatin e saj, se kjo është në të mirën e tyre, përkundër se është në të keqen e tyre. Kjo pasuri që e kanë ruajtur dhe që nuk ka dhënë zakatin e saj, do të bëhet rreth në qafë në ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar na ruaj nga dënimi. Edhe ata që nuk japin zakatin e baktive, të trasha dhe të imta, do të vuajnë dënim në ditën e gjykimit. Siç ka shpjeguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, do ky person do shtrihet dhe ato do ta shkelin në ditën e gjykimit, kafshët që nuk ka dhënë zakatin e tyre. Një burr ka treguar se po rrinte me një grup nga Qurayshët. Dhe aty vjen njëri nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam që rrobat i kishte të ashpra, se ishte i varfër. Edhe tha: "Bashir al-kanizina bi radafin yuhma alayhi fi nar jahannam fayuda'u ala halabati thadi ahadihim hatta yakhruja min naghadi katifihi." Pastaj ka thënë: "Paralajmëroj ata që mbledhin pasuri dhe nuk kuptohet, nuk e japin zakatin e saj, kësaj pasurie, se në ditën e gjykimit kjo pasuri do të bëhet copa, ose do të bëhet gur që do të skuqet në zjarrin e xhenemit, dhe ky gur do t'i vendoset në gjoks, edhe do të dalë nga shpatullat. Pastaj ka përmendur që do t'i vendoset tek shpatullat dhe do t'i dalë në gjoks, fejet e zelzel, dhe ky do të tronditet shumë. Ky dënim ka që rënd. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në një hadith se mosdhënia e zakatit pasurisë bëhet sebeb që të mos bërë reshje shiu. Profeti ka përmendur në një hadith 5 gjunahe që sjellin dënim me pasojë të rënda. Dhe një nga këto gjunahe që ka përmendur është mosdhënia e zakatit, duke thënë: "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama' walawla al-baha'im lam yumtaru." Nëse nuk do të japin zakatin e pasurisë tyre, nuk do të bjerë reshje shiu nga qielli. Dhe po të mos ishin kafshët, nuk do të vinte as pak shi. Në ky hadith atëherë mësojmë se njerëzit mund të privohen nga mirësitë, nga bereqeti, mund të vështirësohen kushtet ekonomike, mund të bjerë në vështirësi të jetesës, për shkak se të pasurit nuk japin zakatin e pasurisë. Allahu mëshiron kafshët, se po të mos ishin kafshët, Allahu nuk do të binte, nuk do të lëshonte shi nga qielli. Nuk do të lëshonte shi nga ret, për shkak të gjunaheve që bëjnë gjunaqtarët, për shkak se ka njerëz të cilët nuk japin zakatin e pasurisë. Që dhënia e zakatit pasurisë është shkak për bollak, për mirësi, për jetesë të mirë. Dhe nga ana tjetër, mosdhënia e zakatit pasurisë është shkak që njerëzit të bien në vështirësi, që njerëzit të vuajnë Allahu subhanahu wa taala ruaj. Ata që nuk japin zakatin e pasurisë, mendojnë se duke ruajtur pasurinë për vete, duke privuar të varfrit, do dalin të fituar. Do shijojnë vetëm vetë pasurinë. Por në realitet, përfundimi ka qenë në dëm të tyre, se kjo mund të jetë shkak për shkatrimin e pasurisë tyre, për të laçe, për sprova dhe për të qira që mund të ndodhin. Dhe nëse bëhen shumë njerëz që nuk japin zakatin e pasurisë, atëherë njerëzit rrezikojnë që ti prek dënimi Allahu subhanahu pra ti prek dënimi në masë. Prandaj këshillojmë njerëzit, ti
këshillojmë ata që ka detyrë të japë zakatin, të japë zakatin e pasurisë, kush ka detyrë të japë zakatin, të nxitojë të japë zakatin e pasurisë, sepse kjo është mirësi e madhe dhe vëzhgimia e zakatit ka pasojë të rënda. Allahu subhanahu wa taala ruajt, lutë Allahu subhanahu wa taala që ta bëjë varë të kryejmë detyrat, të ruajmë nga gjërat, ta jap mirësitë, të ruajë nga të këqijat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.